Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, është shprehur e bindur se ish-presidenti Hashim Thaçi dhe kryetari i PDK-s do të kthehet në Kosovë në pranverën e vitit 2026, duke folur në një aktivitet elektoral të PDK-s në Drenas. Çitaku theksoi se kthimi i Thaçit do të ishte një moment i rëndësishëm jo vetëm për partinë, por edhe për mbështetësit e saj. Unë jam më e bindur se kurrë se Hashim Thaçi në pranverën e vitit të ardhshëm do të jetë në Kosovë. Do të ishte kënaqësia më e madhe për mua dhe për secilin antar të PDK-s që më ia mundsua Hashim Thaçit që me vizitu kryetarin e Drenasit, kryetarin nga PDK-ja, Petrit Ajdarin, u shpreh Çitaku para simpatizantëve, ndërsa prezantonte kandidatin për kryetar të kësaj komune. Deklarata e saj erdhi në kuadër të fushatës zgjedhore ku PDK-ja po prezanton kandidatët e saj në komunat e ndryshme të vendit.